nuk e kam munguar. NATO, a është vërtet që mund shkputet ai nga NATO? E ka Trumpi këtë pushtet apo jo? Trump nuk e ka kuptuar kur plotësisht se si funksionon NATO. Ai nuk i kupton mekanizmat e aleancës. Mendon se Amerika mbron Europën. Europa nuk paguan për këtë dhe ne nuk do të marrim asgjë prej saj. Nuk është mënyra se si funksionon NATO, por unë mendoj se në këtë rast lufta kundër Iranit është lufta e Europës. Dhe Irani ka ndikuar në Europë dhe në shumë vende dhe në shumë mënyra të ndryshme. Trumpi natyrisht nuk u konsultua me aleatët e NATO siç duhet kishte bërë përpara se të fillonte lufta, por mendoj se pjesa më e madhe e reagimit nga anëtarët e Bashkimit Evropian ka qenë e mirë, por ne nuk duam asnjë pjesë të kjo luftë. Kjo është e lehtë për ta thënë, por nuk është mënyra se si duhet të thoshte Europa. Irani ka të drejtë flasë dhe ka pasur sulme në gjithë Europën, ka pasur sekonda incidente ku Irani është përpjekur qartë ndërhynte, si sulmet kibernetike kundër shoqërisë shqiptare. Një shembull i mirë. Përveç kësaj, raketat e Iranit, siç e dim, mund mbulojnë goxha, pothuajse gjithë Europën. Ata nuk mund godasin Amerikën akoma, por në Europë mund dinë. Ata shkojnë. Europa është më afër Iranit se sa është afër me Amerikën. Kjo është një problem për NATO, nuk ka dyshim. Unë mendoj se rreziku i tërheqjes ose diçka më keqse ose më pak se tërheqja ekziston, por megjithatë është dëmtuese dhe një mundësi reale fatkeqësisht. Mënyra se si flet ai e dëmton më shumë se sa tiki nga NATO. Po. Ka aspekte shumë fëminore. Natyrisht nuk është presidenciale. Për fat keq unë mendoj se shumë udhëheqës europian u përgjigjen në të njëjtën mënyrë, fëminore. Dhe ajo që njerëzit duhet të bëjnë është ta lejnë mënjan këtë problem dhe të mendojnë në mënyrë strategjike, të vazhdojnë të kujtojnë se Trump do të jetë president vetëm për më pak se 3 vjet. Ne po punojmë shumë për ta kaluar këtë ditë pas dite, por po i vjen fundi. Dhe ata duhet mendojnë se çfarë ndodh mbas kësaj, mbas luftës. Na duhet të riparojmë shumë dëme, por nuk duam të bëjmë shumë dëme ndërkohë. A mendon se Kosova dhe Shqipëria do të jenë në rrezik sepse nëse nuk na mbështet Amerika, ne jemi vetëm, kemi Serbinë, Rusinë. Efekti pashmangshëm në gjithë botën kur SBA tërhiqet nga një rajon i caktuar është ai që ndodhin dy gjëra. Ose kaosi e përfshin rajonin, ose vendi që ndodhe ku u tërhoqim ne, bie në ndikimin e Kinës dhe Rusisë siç ndodhi në Afganistan. Pra Kina, Rusia e shfrytëzon. Ata kanë shumë ndikim në dëm të njerëzve të rajonit. Mendoj se kjo është shumë e rrezikshme. Njerëzit duhet të jenë kujdesshëm se si të qasemi ndaj kësaj, çfarë thonë. Sekretari i përgjithshëm do të vinë në Washington në javën që vjen. Ai ka qenë mjaft i suksesshëm në marrëdhëniet me Trumpin. Nuk është e lehtë, por shpresojmë që Rutte mund të gjejë një mënyrë për të qetësuar disa nga këto dallime. Ti e njeh Trumpin më mirë se Rutte. Jemi me fat se Trumpi kalon nga një problem, ai harroi Groenlandën, harroi Kanadan, shpresoj se do të harrojë dhe NATO-n. Gjëja më e mirë do të ishte nëse vëmendja e tij do të shpërqendrohej në diçka tjetër. Dhe ka shumë që ku të shpërqendrohet. Mendoj se ajo për cilën ajo shqetësohet konkretisht është tani lidhja me Iranin dhe çmimi i benzinës në pompën e karburantit në Shtetet e Bashkuara. Pasoret ekonomike që mund sjell në zgjedhjet që demokratët duan të organizojnë për ballueshmërinë dhe njerëzit janë të shqetësuar për inflacionin, janë të shqetësuar për sigurinë e punës dhe çdo lajm negativ ekonomik mund t'i bëjë njerëzit të kandidojnë. Tani patëm shifra shumë të mira të vendeve të punës këtë mëngjes. Krahasim me muajin e kaluar. Pra ekonomia mbetet e fortë, por në fundit kjo nuk bën shumë ndryshim. Njerëzit duke nervoz. Ata duan të përballojnë ekonominë. A mendon se misioni në Iran është një fitore për ne në Amerikë, për Trumpin? Nuk është një fitore akoma, kjo është e sigurt dhe mendoj se ajo që ka ndodhur është se kemi bërë dëme të mëdha gardës revolucionare në elementeve të forcave Quds
dhe milicive të jashtme që kanë nga jashtë. Mendoj se kemi destabilizuar regjimin. Krijuam një sukses paraprak, vrame të Allahun, mbase dhe me qindra lider tjerë në vrarë. Tani Irani e ka bërë të prekshme atë që gjithmonë ka qenë aty si një kërcënim për cilin gjithmonë shqetësohet, duke mbyllur ngushticën e Hormuzit. Në gjithë botën mund ta shikojmë ndikimin ekonomik. Kështu që nuk mendoj se është ndonjë përgjegjës presidentit mund të largohet pavarësisht se sa shumë dëshiron pa u hapur ngushticë, por nuk e shikoj qeverinë në Teheran duke rënë dakord me këtë. Pra mendoj se duhet bëhet përmes forcës ushtarake. Mendoj se mund ta bëjmë. Do duhen pak kohë. Kanë kërkuar $200 miliard shtesë. Mendoj se duhet parat për arsenalin e armëve. Nuk e dim detajet. Buxheti Trumpit është një rritje e madhe gjatë vitit kaluar dhe do doja ta kishim bërë këtë në mandatin e parë, sepse kemi qenë duke financuar pak ushtrinë për një kohë të gjatë. Ndërsa kemi shtyrë NATO-n që të arritet 3.5 të GDP-s, në një mbrojtje gjysmë tjetër, ngelet e paqartë se Amerika shpenzon vetëm 3%. Pra kjo do na ndihmojmë të tejkalojmë kërkesën e NATO-s që duhet ta bëjmë. Por shpresojmë gjithashtu të ndërtojmë më shumë duke patur parasysh luftat e ardhshme, por sigurisht për të pasur rezervat tona të armëve. Municione, armë. Mund shikojmë që gjatë ndihmës në Ukrainës dhe luftimeve në Iran, shumë nga armët tona kryesore janë mungesë. Kjo nuk duhet lejuar kurrë. A mendoni se Irani mund të kërcënojë Shqipërinë, sepse u përpoqën të vrisnin ju, Pompeon, presidentin Trump? A mund të përpiqen të vrasin Ramën? Udhëheqësit e opozitës mund ta bëjnë? Mundet. Ata do të përdorin justifikimin e Mekut, që janë në Shqipëri, por është një akt drejtësie humanitare nga qeveria shqiptare. Dhe unë mendoj se kjo është diçka për cilën Shqipëria duhet të jetë krenare dhe nuk duhet të vuajë për të. Por iranianët i nënshtrohen një ideologji që thotë se ose je me ne ose je armik. Pra të gjithë janë në rrezik. Kjo për mua është prova e pikës ndarse. That to me is proof of the point that Chancellor Merz or Kaja Kallas, kancelari Merz ose Kaja Kallas nuk mund të thonë bëhe që nuk është lufta jonë. Dhe shpresoj se nëse njerëzit mund të kalojnë retorikën e Trumpit dhe të mendojnë për çështjet kryesore strategjike në lojë, atëherë mund bashkohen përsëri, por dhe të përfshihen më shumë në trajtimin e këtij kërcënimi ku kalon 20% e naftës botërore. 20% of the world's oil which comes out of the Persian Gulf every day. Ambasador, çfarë po ndodh në departamentin e drejtësisë? E kanë humbur shumë besueshmërinë tani. Shkarkuan bondin. Ai ishte shumë besnike ndaj tij. Është një diskutim këtu në Washington se kush do të shkarkohen mbas kësaj. Ai shkarkoi Noem, shkarkoi bandin, nuk i ka bërë këtë herën e parë. Siç i bëri më shumë, por ndoshta do të ketë shumë ndryshime, vështirë është të thuhet, por kjo thjesht tregon se Trumpi nuk është mjaft kurrë nga ato që kërkon, sepse mund të jesh plotësisht besnik, por duhet lekësh çdo udhësim dhe prapa ai do të gjejë diçka për të pushuar nga puna. Tani bandi ka bërë gabimet e saj, veçanërisht në çështjen e Epstein. Po njerëz ti e kanë turpruar në administratë dhe ai do t'i heqë. Çfarë ka ndryshe nga Trumpi këtë radhë? Me Trumpin pse nuk e bëri me Iranin më parë? Unë nga vode shumë shpesh në të ndryshimin e regjimit, në të gjë që duhet për të bërë, në bakë shumë disiplinë.
politika në mandatin e parë. Në fakt, ai tha publikisht se ndryshimi i regjimit nuk ishte politika e tij atëherë. Ai donte të hiqte qafë programin e armëve bërthamore. Por kjo ka mbetur një konstante, por ndryshimi i regjimit mori një drejtim u habita kur dëgjova se do të sulmonte Iranin. Por si thash, nuk është as pak e qartë nëse ndryshimi i regjimit ishte qëllimi i tij në fillim apo është qëllimi i tij tani. Kjo është pjesë e problemit se përpara se të vendosni se cilat janë objektivat, duhet të jeni të qartë përpara se të filloni luftën, është bazike. Nuk është e qartë nëse ai e bëri, nuk është e qartë nëse ai përgatiti popullin amerikan ose Kongresin. Sidomos opozitën iraniane dhe veçanërisht do të mbante një barë për të ndryshuar regjimin, po si ai nuk do të dërgojë ushtar. Kjo do të thotë se ne duhet të bashkëpunojmë me opozitën iraniane, të japim ndihmë nëse mundemi, të ndihmojmë ata që të bëjnë shpos për të coptuar regjimin nga brenda. Po mund të kemi regjimi mund të bjerë nga brenda, mund të kemi një kryengritje. Nuk ka përfunduar akoma. Edhe në qoftë se ndarojnë bombardimet dhe elementet e regjimit janë ende në vend, është e mundur që të jetë vetëm një lloj kolapsi ngadalë mbas 6 muajsh. Për të bërë një liri atyre nga sulmet amerikane dhe Izraelit, regjimi mund të shkërmoqet, por e gjitha kjo kërkon përpjekje. Nuk ndodh duke futur njerëz në regjim dhe gjek që të mos kenë konsiderim. Mund të kemi njerëz që të jenë kundër ajotollah, por mund të themi ky regjim do të fundoset dhe njerëzit mund të kenë dyshime. Duhet të ndihmojmë opozitën. Është normale që media këtu është shumë e ashpër nga Trump. Nuk ishin kundër Obamës kur ai sulmoi për 7 muaj në Libi. Duket se të gjithë e urrejnë. Media shikon për mundësi, oportunitet, mendoj se në këtë fakt e ndihmon Trumpin, sepse ata tek baza e di, sepse e di që media është e njanshme. Është e vërtet për përgatitjen e Kongresit ose përgatitjen e njerëzve. E dini, ka disa njerëz që nuk duan ta pranojnë kurrë ato që propozon ai. Por ne duhet të kishte përgatitur njerëzit. Mund të kishte hyrë në luftë me 1% më të lartë miratimi. Sepse numri atyre që miratojnë atë ulet gjithmonë me kalimin e kohës. Ne e dim këtë, e ka humbur këtë mundësi. A e shikoni si mundësi që Partia Republikane do të humbas Kongresin kur të jetë Senati dhe Senatin mes masnat? Ka mundësi, po ka shumë kohë, shumë varet nga ekonomia për këtë arsye dhe nga rezultati i kësaj lufte, por tani për tani pajtohem me atë që mendoj se konsensusi është që demokratët mund të marrin dhomën e Kongresit, dhomën e përfaqësuesve. Senati mund të jetë aty. Kjo do të thotë shumë, jo vetëm për 2 vitet e fundit të mandatit Trump, por dhe për çfarë ndodh mbas zgjedhjeve 2028, sepse nëse demokratët hyjnë në zgjedhje duke kontrolluar të 2 dhomat, është më lehtë për ata që t'i mbajnë. Pastaj kanë zgjedhin presidentin dhe fillojnë me marrjen të treja. A është e mundur që Irani të dërgojë një raketë në Shqipëri? Ne jemi antarë e NATO-s. Çfarë do ndodh mbas kësaj? E mendoj se e dini, është kohë të sigurohemi që Trumpi të kujtojë se ka pasur marrëdhënie të mira me Shqipërinë gjatë 2 mandateve. Por mënyra se si e parandalon këtë është me anë të frenimit, kundërshtisë dhe i dekorojnë qeveritë si ajatollahu duke treguar forcë dhe këtë përçarje brenda NATO-s dhe kritikë të Trumpit nuk na ndihmon. Doesn't help the deterrence. It convinces the adversary. I bind kundërshtarët që NATO është e dobët. Ai thotë që NATO është një tigër letre, po nuk është gjë e mirë për. Falenderoj ambasador. My pleasure to well, thanks very much. Good luck to you. Kudo në Shqipëri. Shkarkimi me një hershëm, thuhet se Trump në zyrën e saj ka gjetur disa dokumenta që nuk I ka pëlqyer edhe aq. A mund të thuash çfarë ndodhi me fjalë të thjeshta?
Jo, ajo do të dilte në Senat në 14 prill, në ofë, me betim, dhe ai nuk e donte që të kishte gradat e prokurorës përgjithshme. Bondi mund të mbahet si prokurorja përgjithshme më e keqja në 100 vitet e fundit. E ktheu departamentin, ku ka njerëz me integritet të madh, në një armë politike të presidentit. Pra bëri ballkanizimin e departamentit të drejtësisë. Nuk i dha Trumpit ato që donte, nuk shkoi me arrestimin e drejtorit të FBI-t, me Boltonin, me drejtorin e CIA-s, me Sorosin, me McGonigal, çështjet që u çuan në përgjykata ishin shumë dobta dhe nuk arriti dot që të mbaj ashtu siç donte Trump dosjen e Epstein. Pati disa deklarata në fillim që në tryezën time është një listë të madhe me njerëzit e Epstein, më pas të ajo do të ikte. Natyrisht ishte besnike, bëri maksimumin, servilen skajore, në fasadën kryesare të departamentit drejtësisë u vendos një portret i madh i Donald Trump, një 10 herë më i madh se Hoxhës dikur te Pallati i Kulturës. Por Trump nuk do të largoj vetëm atë. Ka kaluar një vit, mandatin e parë, kështu Trump kështu e kontrollon shtëpinë e bardhë. Shkumt, largon. Në diskutim është sekretari Lutnik i tregtisë e departamentit punës, mbasi ka hequr dhe Homeland Security. Edhe Hegseth, edhe Patel nuk e kanë sigurt. Megjithatë, gjithë sekretarët e departamenteve janë si këshilltar, punojnë me dëshirën e presidentit, i emëron i largon kur doj. Problemi është që në qoftë se do të humbi Kongresin dhe mund të mbas Senatin, nuk mund të bëj nominime për sekretar të departamentesh mas nëndori. Megjithatë nuk ka rëndësi se kush do të jetë në atë post, është përfolur shumë Zeldin, aktualisht do të ri acting, personi që është numër 2, ish avokati për çështjet kriminale për Trump. Deklaroi se po shikon mundësi e tërheqjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës nga NATO. Duket se kemi një vizitë e rëndësishme në horizont, është sekretari i përgjithshëm Rutte, i cili javën tjetër do të jetë në Washington. Ka shqetësim në gjykimin tënd, se në pamjet parë duket se ka reagim nga ana e NATO-s. E kjo na bën mendojmë se Trump e ka pasur seriozisht. Çfarë mund të themi diçka më shumë? Trump ka dashur dal nga NATO që në vitin 2018, ka një fiksim. Po problemi është që Trump jumps, lëviz, nuk beson deri atje, por dëmi ndaj aleancës është shumë herë më i madh vetëm nga këto deklarata që bën Trump. Trump mund mos dal de jure, por de facto zhvendos bazat, zhvendos trupat ushtarak në Gjermani, heq nga vendet europiane dhe kjo e dobëson aleancën. Problemi për mua është ky që në qoftë se Trump u tregua foshnjërak me deklarata, duke sharë drejtuesit e NATO-s, edhe NATO vet u tregua si fëmijë, duke thënë që nuk është lufta jonë. Gaboj. Amerika është fuqia më e madhe e NATO-s. Ata do të thonim që presidenti Trump, ne jemi me ju, ne ju do ndihmojmë kaq. Por Italia nuk la në Sicili, Spanja nuk la bazat e saj, Franca nuk lejonte avionet e Izraelit. Trump ka drejt që të thotë që NATO nuk është për ne. Dhe faktikisht jo kanë thënë NATO dy ushtri ka, amerikanët dhe ushtrinë e Turqisë. Vendet e tjera janë shumë dobta, edhe pse është 450 milion banor Europa, e ka GDP 22 trilion dollar, 10 herë më të madhe se të Rusisë, pra nuk shpenzon për mbrojtje, por ka mbatur mbrojtje nga muskujt amerikanë. Do ta ketë shumë të vështirë, në qoftë se të hiqet me të gjitha modalitetet, por do sikur të bëj këto që them unë, ata që fitojnë është Putini. Republikat Baltike janë të rrezikuara, Moldavia është rrezikuar, fatkeqësisht edhe Kosova, edhe Ballkani. Por unë shpresoj që nuk do ta realizoj Trump. E kam shumë retorik. Ai me drejt mund të krejë pretendime, mund të ketë edhe vrejtje kundrejt aleancës, por jo të ulë reputacionin asaj. Aq më tepër, duke bërë një batut e cila shkon në favor të Vladimir Putin. Ai tha, jo më kot NATO duket në sytë e Putin si një tigër letre. NATO nuk është tigër letre. Por fakti, NATO tregua shumë e pabes me Trumpin. Amerikanët i kanë mbështetur europianët. Kur francezët e britanikët hynë në Libi, 7 muaj mbështeti Obama. Kur britanikët morën ishujt Falklandet, Reagan i madh i dha një çek të bardhë. Pra kanë qenë me to.
NATO duhet ishte me Trump, nuk ka rëndësi se si flet zoti Trump. Fundit është president i Shtetit të Bashkuara të Amerikës, është njëshi NATO-s. Nuk ka rëndësi. Pra, ata gabuan, sepse më e rrezikuar nga Irani është Europa, nuk është Amerika. Sido që ndodhi, ata duhet të ishin krahas Trump. Dhe Trump nuk ja fal. Për këtë t'jeni të sigurt. Zoti Papa, ka zhvillime të reja në pushtizën e Europës, Irani duket se kontrollon plotësisht, madje ka bllokuar atë, ka përcaktuar një numër për sa i përket hyrjes daljeve të anijeve, madje edhe shtetet që nuk përfitojnë nga biznesi me të. Për këtë arsye, Britania e Madhe dhe 40 vende të tjera kanë bërë një ndërlidhje online në rastin konkret për të gjetur një zgjidhje. Parë këtë, në pagë të parë, nuk është vetëm NATO në thojza kundër Trump, por edhe këto 40 vende dhe Britania e Madhe, që s'ka ndodhur shpesh. Çfarë do të provojë ky qëndrim i këtyre vendeve dhe si mund të ndihmojnë ato në zgjidhjen e ngërçit të ngushticës së Hormuzit? Britania ka ushtrinë me 63 vetë, nuk është forcë ushtarake. Ajo mbledhje fatkeqësisht më gjatë në atë asamblen e Ramës aty. Janë sinjale, teknikisht nuk është mbyllur Hormuzi. Anijet kanë frikë të kalojnë sepse janë tërhequr kompanitë të siguracionit. Kalojnë disa anije ruse, kineze, që nuk kanë frikë, zakonisht kalojnë 100 anije në ditë, tani kalojnë 7, 8 ose 10. Imagjinoni se sa është vargu i anijeve që nuk kalojnë. Kjo është arma që Irani kërkon të përdorë. Dhe kjo armë është më e fortë se uraniumi, themun. Në qoftë se Trump nuk është bllokon Hormuzin, nuk është fitore për amerikanët. Tani se si do ta zgjidh? Do të bombardoj me B-2-shit që bomba është nga 2 tonë dhe do ta shkrijat ishullin Karm, apo do të futen me trupa ndëshkimore, këtë e di vetëm Trump dhe natyrisht shtabi i ngushtë i generalëve. Nuk besoj se do të largohet pa bërë një zgjidhje atje. Janë bërë rreth 20.000 fluturime me avion. Ka një lajm sot që është rrëzuar një F-15. Nuk e di sa e saktë është, mund këtë pasur avari, por ka 20.000 fluturime, një dhe mund të bjerë. Por problemi duket që nuk është shkatruar tërësisht arsenali si i raketave, shtretërve të raketave dhe i dronëve. Me shifra, po të besosh CNN-in, që është i vetmi që ka drejt raportojnë nga Teherani, thuhet se ende dhe gjysma e raketa dhe dronëve janë në dispozicion të. Por me këto bombardime kaq të rënda, dëmi është bërë shumë i madh. Po i bjet infrastrukturës, do t'i bjerë centraleve të energjisë dhe me fjalorin që do t'i çojnë në epokën e gurit, duket që ka një reagim shumë të ashpër nga presidenti Trump. Në duket parë, duket se e morën më lehtë dhe këtu është themun faji ose dëshira e Netanyahu për të sjellë Trumpin në lojë, por ama në një aspekt më të gjerë, Irani është një forcë shumë e keqe që do të godite një ditë. 7 president nuk e bën. Do të duhej njësit Trump, më thonjza i çmendur që të bënte këtë që realizoi. Është në të mirën e lidhjes mesme të Evropës dhe të botës që Irani të coptohet, të dorëzohet, sepse ndryshe përfiton Rusia edhe Kina. Ai ka thënë do të vazhdojë të 2 javë, siç ka zakon që thot Trump, mendoj që këtë fundjavë do të ketë bombardime më të mëdha. Është e frikshme buxheti shtunave godet kur është Wall Street i mbyllur. Ka kërkuar 1.5 trilion dollar buxhet për luftën në buxhetin e ri. Shifër shumë e madhe. Absolutisht. Video që shpërndau në rrjetin e tij social për të shpërndar terror, për të futur frikë, për të bërë presion, si do ta cilësoni diçka këtu. Duhet qartë bombardimi një prej urave më të rëndësishme në gjithsej. Një njeri me logjik normale nuk duhet gëzohet kur shkatrohet një urë, por ai e kam shumë për pasuesit e magës, kërkon të duket i fortë, sepse në Iran s'ka internet kush ta shikoj. Dhe mesazhin e jep që ato që kam thënë do t'i mbaj, do t'ja shkatroj infrastrukturën, jo thjesht vetëm objektet ushtarake, ka pasur të vrarë dhe fëmijë se ka dëme federale, edhe pse Irani kërkon të vrasë civilë, tërësisht kundra civilë, Amerika jo, prap lufta është luftë dhe një njeri normal nuk i pëlqen të shikoj ato pamje. Edhe këtu në Amerikë. Problemi është sa do duroj Trumpit të rysnin e ekonomisë. Galloni është mbi $4. Wall Street i vendos.
Nga kjo do të varet se si do të vazhdoj. Aq më tepër që është mes mandatëve. Por duket i demokratët nuk kanë forcë të japin alternativë. Edhe pse si rregull mes mandat presidenti u mbet Kongresin, po të shikosh Kongresin Amerikan ka 435 karrike, por vetëm 17 janë në diskutim. Demokratët kanë frikë se nuk i marrin dot. Ndaj kanë filluar me protesta të palogjikshme, me drapëret që kanë në Manhattan, me veshje si në Palestinë, në Philadelphia, dhe me kërkesa vdekje Trump në Los Angeles. E majta është irrituar shumë dhe ka kaluar në histeri. Zoti Baba, lutem sa më shkurtimisht pyetjen e fundit e kam në lidhje me zhdukjen e nënës së një prej prezantueseve më të njohura të NBC-s, është shpallur në Kino. Ku donësh